Terren do jenë efektiv të forcave të rendit, të forcave Shqiponia dhe të forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Rreth orës 17 do të jetë dhe dislokimi i tyre pranë kryeministrisë dhe institucioneve të tjera, që prej orës 15 janë bllokuar pra qarkullimi i automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga kryqëzimi afër Ministrisë së Brendshme deri te sheshi Nën Tereza dhe rrugët Ukraina e Lirë, Papa Gjon Pali 2 dhe Ismail Qemali. Protesta e sotme pandi, në fakt protesta e shtatë kombëtare e opozitës, është e veçantë edhe për policinë e shtetit për faktin se kemi një drejtues të ri, kryepolicin Skënder Hita, është dhe protesta e tij e parë, një test për të parë si do të jetë qasja e policisë së shtetit karshi protestuesve, duke parë që në protestat e mëparshme ka pasur pra shpesh përplasje mes protestuesve dhe policisë. Kjo e fundit ka hedhur gaz lotësielës në drejtim të protestuesve dhe këto të fundit kanë hedhur pra molotov në drejtim të policisë. Me marrjen e drejtimit të ri pra të policisë së shtetit do të shohim pra ditën e sotme si do të jetë qasja e policisë karshi protestuesve. Por besoj sot ka edhe një veçori tjetër, sepse ti ndodhesh përpara kryeministrisë, por vetëm pak metra afër kryeministrisë tek Piramida. Sot është mbrëmja e parë e një koncerti që zgjat për 3 net në kryeqytet dhe a do ketë atje dhe angazhim më të madh efektivësh për të bërë ndarjen e atyre që duan të shkojnë në koncert dhe atyre që duan të shkojnë në protestë para kryeministrisë? Në fakt pandi, ndryshe nga protestat e mëparshme kur Partia Demokratike ka marrë pra leje pranë policisë së Tiranës, nuk e ka caktuar pra afatin kohor të përfundimit të protestës. Ndërsa në protestën e sotme, pra sipas njoftimit zyrtar të policisë së Tiranës, thuhet që Partia Demokratike ka marrë pra leje për zhvillimin e protestës nga ora 19 deri në orën 22. Kjo ndoshta për fakt se pranë pra kryeministrisë tek Piramida zhvillohet dhe një koncert dhe aty do të jenë dislokuar edhe forca policore për të vendosur një kordon, pra një perimetër me efektiv policia që pra koncerti të vijojë normalisht. Ndoshta edhe kjo marrje leje e Partisë Demokratike me një afat të caktuar pra nga ora 19 deri në orën 22 mund të jetë bërë për shkak se pranë kryeministrisë pra kur zhvillohet dhe protesta është edhe koncerti.